Kryetari i Partisë Demokratike këtë të enjte në mbledhjen e grupit parlamentar foli për situatën e përmbytjeve në vend. Berisha tha se PD do të bëjë inventarin e përmbytjeve dhe sipas tij do i dëm shpërblem të gjithë banorët kur PD të vinë në pushtet. Më dramatike është situata e përmbytjeve, homemade e bërë nga dora e njeriu. Jo shiu. Shiu nuk ka sjell njeriu. Një shtet që figuron vetëm në drogë dhe letër. Në letër. Dhe për të gjitha këto, fajet i pas kanë qytetarët. Njëri primitiv që s'man përgjithësi, nuk është primitiv, është hajdut. Cinizmi i Ramaduros nuk ka kufi. Pas 10 ditë që mblodhi të ashtu quajturin komitet të emergjencave civile dhe nuk shpalli gjendjen e emergjencës. Në mënyrë që të mos ketë detyrim ligjor për të kompensuar qëndark për qëndark damet e krijuara absolutisht nga indiferenca, vjedhja, korrupsioni i institucioneve të narkoqeverisë. Ne do angazhohemi, jemi angazhuar në një lloj inventari me ato që mundemi, i garantojmë qytetarët e këtyre zonave se zërin ton do ta përdorim fuqishëm dhe se në çdo kohë kjo parti në pushtet do t'i dëm shpërblej ata për çdo qindark që kanë humbur në këto përmbytje. Kryedemokrati vijoi akuzat ndaj kryeministrit Rama. Sipas tij, çdo ditë e Edi Ramës në pushtet është një rrezik madhor për çdo shqiptar. Është qark, është rreth të kuq, se ai po të mos ishte vetë personalisht, as për linden, as stërlinden, as lubin, as stërlubin, nuk i bën të normal. Do ishte i gatshëm dhe për skena macbethiane që të shpëton të vetën e tij, po nuk shpëton dot. Nuk shpëton dot se janë videot, nuk shpëton dot se janë dokumentat, nuk shpëton dot se janë dëshmit. Dëshmit e të penduarve të drejtësisë dhe dëshmit të tjera. Po, në të dy dosjet, i din ato. Ndaj dhe i them këto që shqiptarët t'i kenë të qarta. T'i kenë të qarta se çfarë rreziku përbën ky i papërgjegjshëm kreu i organizacë kriminale për Shqipërinë dhe vendin. Shkap në qark, nuk kam. Çdo ditë e tij në pushtet është një rrezik madhor për çdo shqiptar. Ndër të tjera, Berisha u bëri thirrje qytetarëve për pjesëmarrje masive në protestën që do të mbahet me 24 janar.